Shqipërisë ato opozitën iraniane ja prun hebrejt, ja pruri Izraeli. Dhe ta kthejnë dhe nga ka marrë atë opozitën iraniane. S'ka punë me neve. Ajo s'ka vënd aty. Kështu që ata që e sollën, ata ta marrin brapë, se e solli Amerika ato opozitë aty. Harrua të kështë e solli bidoni. Dhe ta marrën pra. Ne me Irani s'kemi pasur absolutisht asnjë armiqësi, asnjë mosmarrëveshje. Ne me Iranin na armiqsoi Amerika dhe Izraeli. Të dalën zot tani atyre që janë aty, ose ata Irani dhe të bëj punën e tij dhe të na qelloj, unë nuk kam asnjë armiqësi me Iranin. Nuk është fajtor Irani. Edhe të na qelloj, nuk është fajtor Irani. Fajtor është politika shqiptare dhe ata partnerët tanë perëndimor, që na i sollën aty na i bën peshqes. Kanë bërë qytet me vetë ata, 3.000 sa vetë, 4.000 vetë sa janë. A mendoni që mund të marrë përsipër Irani që të sulmoj Shqipërinë ashtu siç ka theksuar SBA-ja? Edhe po ta bëj, nuk ka përgjegjësi. Fajtor jemi neve. Ne prem marrëdhënie diplomatike me Iranin, në mënyrë të njanshme, pas një faj, pa na pasur asnjë gjë Irani. Do në nëse ka një krim që është bërë në diplomacinë shqiptare, është prerja e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Bashkimi me hebrejt, bashkimi me agresorët, bashkimi me çifutët, bashkimi me antikombëtarët e Shqipërisë, me antishqiptarët, kudo që janë në botë. Avokat, sipas amerikanëve, iranianët na kanë spionuar gjatë gjithë kohës që kishin ambasadë këtu, e madje na rënuan dhe sistemin ton të dhënave që na e vodhën. Pra, na kanë gënjeshtat e hebrejve të Amerikës nuk i besoj kurrë. Asnjëherë. Të tëra ishin shpifje, mashtrime, propagandë për të justifikuar atë veprimin kriminal antikombëtar që ndërmori ky banditi jon që qeveris Shqipërinë me policë. Edi Rama. Ne Irani s'na ka asnjë faj. Asnjë faj, se ka Zot që na dëgjon e na shikon. Si shikoni ecurinë e kësaj problematike, le të themi, e sidomos të alertit të ambasadës amerikane ndaj shqiptarëve? Mendoni që Shqipëria ka kapacitetet që ta mbrojë veten e vet ndaj raketave të Iranit? Qoftë se mund ketë dhe individ brenda Shqipërisë që s'ka nevojë për raketë. Dëgjoj, ata alertin, ambasada amerikane ta marrë brapë që ta dërgojnë dhe nga i ka ardhur. Ai është një, kur thonë, është një pislok, është një mashtrim, është një hipokrizi. Ku ti thot ambasada amerikane mbrojnë vetë? Me çfarë të mbrojnë vetë neve? Pa na thuaj? Dhe dalë më të na thonë, pse nuk japin konferencë përshtyp, pse nuk fshojnë gazetarët e të bëjnë pyetje, po flasën nga maja olimpit, shikoni more se keni kujdes ju se do të bëjnë kështu, po na qelloi Irani dhe të na qelloi. Ka të drejtat e Zotit të na qelloi, se kemi strehuar aty antikombëtarët e Iranit. Zoti Islami, ata janë antikombëtar, ata janë opozitë e Iranit. Çfarë janë? Është opozitë e Iranit, nuk e gjykojmë ne nëse janë antikombëtar. Se nuk do thotë që ti je opozitë e antikombëtar direkt. Unë ashtu i konsideroj antikombëtar derisa i shërbejnë politikës çifute. Janë antikombëtar për Iranin dhe duhet të çorohen të njërin parë. Të zhduken. Edhe sjellja e tyre këtu të opozitës iraniane në Mans të Durrësit ka qenë një planifikim i izraelitëve, mendoni ju? Absolutisht po. Absolutisht po. Ai është një çiban që na e futën izraelitët këtu nëpërmjet krye izraelitit, krye çifutit, krye tradhtarit kombit shqiptar Edi Rama, që e mban pushtetin me policë dhe me hajtut. Dhe ne do t'i shikojmë hajrin tani derisa nuk ngrihemi. S'ngrihemi, jo. Pak të kemi dhe kaq sa na bëjnë. A kemi mundësinë që ta mbrojmë veten nga këto sulme? Nëse nuk na mbrojmë. Me çfarë do mbrojmë veten?
Me çfarë? Me ushtar, me antiraketa, ne sa po morëm antiraketa nga amerikanët. Kështu që Qa morën nga amerikanët? Pa më thuaj, po amerikanët s'kan antiraketa që të mbrojnë Izraelin e bazat e tyre, do mbrojnë neve, qa bërë kështu? I ndiqni lajmet apo s'u ndiqni? Irani shkatroi të gjitha bazat amerikane rreth rrotull Iranit me raketa i qelloi me Kalashnikov. Pra jemi të pashpresë në qoftë se ata vendosin na sulmojnë. Absolutisht të pashpresë, absolutisht të pambrojtur. Dhe dalën të na thonë me çfarë të mbrojemi. Na mbron sistemi i NATO-s, se është Greqia që na mbrojnë, andej është Italia që na mbron linjën ajrore. Të mbron Greqia? Të mbron Greqia dhe kthese. Dëgjoj, nuk bëjmë intervista bashkë, po më thënë na mbron Greqia. Avokat. Greqia dhe Serbia kërkojnë të hanë me gjithë kocka. Avokat, nuk e them unë, por aktualisht, zyrtarisht, hapësirën tonë ajrore mbron Greqia dhe Italia. Zyrtarisht, pra në qoftë se jemi të tradhtuar. Jemi të tradhtuar, të lutem, jemi të tradhtuar dhe lere se sa ta zgjatës këtë biseda që shumë zgjatet. Edhe nuk e gjejmë fund. Ne jemi të tradhtuar, ne jemi të pambrojtur, ne jemi të çarmatosur, ne jemi të shqitur, ne jemi të vjedhur, ne jemi të grabitur, neve po na grabitet nafta dhe nuk dim ku shkon, kush e merr. Ku janë partnerët tanë amerikanë që të mbrojnë interesat tona? Ku janë? Thot gjithë thot Pëllumpi Linçi shkojnë trenat natën, thot në Vlorë, thot me dhe skarkojnë naftën. Po ti o zotëri ç'a bën? Përse je këtu? Për të konstatuar, konstatimet i bëjmë vetë neve, s'ka nevojë të na i bësh ti. Bile i bim shumë herë më mirë nga që diti. Po ty të kam e turgoje, o shqiptar, blidhuni o shqiptar, hajde në kur të vejnë shqiptarët. Se më detyron ti që ti them këto zotërisë, s'kisha në më të mera që me Pëllumpi Linçin. Ata që e ka dërguar e din... Avokat, nuk detyrova që ti thuash ato, unë të pyeta për situatën që kemi aktualisht me Amerikanë. Nga kjo situata, shiko, situata, a ka thënë Amerika do i mbrojmë ne nga Irani, atër që shkjo njoftim që e pa pasat Amerikane që do të mbrojmë vetë? Me sa të mbrojmë? Kam një pyetje këtu, në qoftë se hidhet një raket nga Irani dhe po themi kapet në radarët e Greqisë dhe është nisur për Shqipëri, mendoni që Greqia do e lëshoj një antiraket për të mbrojtur Shqipërinë? Po që se është nisur për Shqipëri se pengoni, ata them unë. Greqia do një Shqipëri të rënuar, të shkatëruar, të çarmatosur, të vjedhur, të grabitur, që të vi rehat pastaj të marrë vorje e piri. Natë e dita të urdhëron. Edhe nuk kam betur Greqia të shkojmë ne ti marrëm çamërin, se që thotë zoti Pilinçi për ditë. Do marrëm çamërin, thotë. Ç'e merr? Se nuk e bën bashkimi kombëtar, se ka kohë që flet. Dëgjoj, më detyrove sot të klasës, kisha në mend krisja. Po më detyrove ti me pyetje që bën me njoftimin që kanë bërë amerikanët.